Disa prej strategëve kryesor të fushatave presidenciale të Donald Trump janë ribashkuar në Shqipëri në një përpjekje për të ndihmuar kandidatin trumpian Sali Berisha në zgjedhjet e kësaj fundjavë. Në ekipin e Berishës janë përfshirë Chris Lësivita, ish menaxher i fushatës së suksesshme presidenciale të Trump në 2024, Tony Fabrizio, sondazhisti i njohur i Trump, dhe Paul Manafort, ish kryetari i fushatës së Trump në 2016, i dënuar më parë për lobim sekret në favor të presidentit pro-rus të Ukrainës. Ky grup po punon për ish kryeministrin dhe presidentin Sali Berisha, kreun e Partisë Demokratike në opozit, i cili po sfidon kryeministrin Edi Rama për t'i kthyer demokratët në pushtet, ndërkohë që vetë Berisha është në pritje të gjykimit për akuza korrupsioni. Berisha, i cili shpreson se administrata e re amerikane do të heqë sanksionet që e ndalojnë hyrjen e tij në SBA, ka nënshkruar gjithashtu një kontratë 2 vjeçare me vlerë $6 milion me firmën lobuese amerikane Continental Strategy, e afërt me republikanët. Në të njëjtën kohë, edhe Rama ka lidhje të veta me aleat të Trumpit. Në dhjetor, kabineti i Ramës miratoi negociatat me kompaninë e Jared Kushner, ëndrit të Trump, për ndërtimin e një resorti luksoz $1.6 miliardësh në ishullin e Sazanit. Gjatë fushatës, Berisha është paraqitur si figurë e ngjashme me Trump, duke pretenduar se është viktimë e një skeme politike të mbështetur nga miliarderi George Soros. Fillimisht ai nisi fushatën me sloganin Make Albania Great Again, ta bëjmë Shqipërinë sërish të madhe, por më vonë ndryshoi në Shqipëria madhështore për të shmangur keq interpretime politike. Në shumë vende, lidhjet me Trumpin janë bërë si avantazh elektoral, ndërsa në vende të tjera janë kthyer në problem. Në Argjentinë dhe El Salvador, figurat e afërta me Trump kanë shënuar fitore politike të mëdha. Sipas PD-s, angazhimi i amerikanëve është një arritje e rëndësishme. Partia thotë se konsulentët po ndihmojnë në strategjinë dhe komunikimin publik. Lësivita dhe Manafort janë shfaqur publikisht në ngjarjet elektorale të Berishës. Ndërkohë, kontrata e PD-s me Continental Strategy ka shkaktuar debate dhe ka çuar në hetime nga SPAC. Firma lobuese është paguar nga fondacioni Make Albania Great Again, i krijuar nga biznesmeni shqiptaro-amerikan Nureddin Seçi. Sali Berisha u shpall non grata nga ish sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken për akuzat të korrupsionit të rënd gjatë qeverisjes së tij në vitet 2005-2013. Ai është gjithashtu në proces gjyqësor për korrupsion lidhur me privatizimin e tokave publike. Në janar, Berisha deklaroi se zgjedhja e Trump ishte një mrekulli për njerëzimin dhe tha se do t'i kërkonte administratës së re të rishikojë shpalljen e tij non grata. Lësivita e ka cilësuar Berishën si një mik të vërtetë të Shteteve të Bashkuara dhe e ka krahasuar atë me Trumpin si viktima të përsekutimeve politike.